Ndalëm në javën e kaluar në martesën e pejgamberit alayhi salatu wassalam me zonjën e nderuar Khadijën radhiyallahu anha, ku thamë që për kësaj martese pejgamberi alayhi salatu wassalam ka patur, pra i ka falë Allahu xhelle xhelalu, ka dhuru 6 fëmijë, 2 djem dhe 4 vajza. Qasim ka qenë i pari i gjithë fëmijëve, i dyti ose djali i dytë në historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam aludohet për 3 emra: Tahir, Tayyib dhe Abdullah. Ndaj dhe ka prej historianëve të cilët kanë pikpyetje, pra kanë thënë që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka pas 3 djem me zonjën e nderuar Khadijën dhe 4 vajza. Mirë, por realiteti është që historianët kanë thënë, domethënë që i njëjti person ka pas 3 emra. I njëjti person ka patur 3 emra. Dhe ka patur edhe 4 vajza, zonjën e nderuar Zeineben, Ruqayyen, Kulthumin, edhe e fundit e gjithë vajzave edhe para fundit e gjithë fëmijëve, zonjën e nderuar Fatimen radhiyallahu anha. Atëherë kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte në moshën 35 vjeçare, pati një ndodhi tepër të veçantë në jetën e tij. Dhe në jetë ne nuk i zgjedhim ndodhit. Situatat me të cilat përballemi në jetë nuk jemi ne ato të cilët i krijojmë. Me patjetër që ne jemi aktorë aty. Dhe për gjithçka ne veprojmë do japim llogari përpara Allahut subhanahu wa taala. Po nuk është se njeriu domethënë nuk zgjedh lindjen, nuk zgjedh vdekjen, nuk zgjedh prindrit e tij, nuk zgjedh fëmin që i jep Allahu xhelle xhelalu. Ti nuk e zgjedh dot vllajën dhe motrën, gjitha këto ti ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa ajo që zgjedh ti është vepra, se si do të sillesh, si do të veprosh. Nuk zgjedh jetën se sa do të jetojsh. Absolutisht. Po ti zgjedh se çfarë do të veprosh në këtë jetë. Është bërë e traditës, mos më thon, e modës në jetën tonë që themi u bofshi 100 vjeç. Përse? Sepse nuk po shohim më njerëz 100 vjeçar. Po atë duhet të jetë ky synimi i njeriu? 100 apo më pak apo më shumë, i ka caktuar Allahu xhelle xhelalu. Është e vërtetë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, njeriu më i mirë është ai i cili jeton sa më gjatë dhe vepron vepra të mira. Mirë, ka prej tyre të cilët në përcaktimet tona, në vitet tona, që numërimet tona të viteve, nuk jetojnë gjatë. Pra ka prej tyre jetojnë 40, ka prej tyre 45, 50, kush më pak e kush më shumë. Pra për të përmendur mesin e tyre, pra Imam Shafiu rahimahullah, 54 vjeç ka ndruar jetë. Imam Nawawi rahimahullah 46 vjeç. Imam Subki 40 vjeç, 44 vjeç. E kështu me radhë, dietar pafund. Ka patur prej tyre të cilët nuk i kanë kapur të 20-at, pra kanë ndruar jetë duke mos qenë 20 vjeç dhe kanë qenë prej dietarëve. Prej dietarëve të mëdhenj. Sot ka njerëz xhanëm që shohin veten dietar, por puna është domethënë se çfarë je ti në realitet. Çfarë je ti në realitet? Tregohet një herë dikur se një person kishte lënë kryeqendrën e botës islame Bagdadin për shkuar me studiu. Këtë e përmend Imami Ibn Xhauzi në librat e tij. Dhe thotë, mi po kish pas një synim të cilin e kish pasur të gabuar. Thotë, do të kthehem kur të jem në gradën e më të diturit vendit. Nga këtu domethënë ke marrë rrugën gabim. Njeriu e mëson diturinë për të larguar ignorancën nga vetja. Jo se, shiko, se kur kthehem unë në vendin tim, do i mësoj edhe. Po ti s'ke mësu për veta akoma. Kur të mësosh, të lind detyra e dytë. Ndërsa nuk mësohet se unë do të mësoj të tjerët. Se je larg, e ke nis gabim. Duhet mësosh për të larguar ignorancën nga vetja. Sot gjonëm është bo, domethënë, hoxh Google i mësuesi më i mirë. Fut aty çat kesh inteligjencë artificiale. Çfarë ke ti domethënë aty? Shënoje edhe merr përgjigjen që do. Dhe ky zotnia kështu kish menduar, pra se do të kthehet si më i ditur i atij vendi. Mirë, kur u kthye thotë në hyrje të Bagdadit, pa që 2 persona diskutonin me njëri tjetrin në çështje të ndryshme të fikut. Dhe në çështjet që ata diskutonin, ky i kishte të paqarta.
Ndaj kur dikush njëri prej tyre erdhi për t'ia servir atij ushimin, e pyet domethënë me edep, me moralin më të madh. Më fal thot, kush je, domethënë cili hoxhi je ti? Çfarë hoxha do dhe thot? Çfarë hoxha nuk e shef thot, domethënë unë punoj këtu ku punoj. Jam filan Visteku, pra supozojmë po themi jam kamarier. Po ai tjetri thot, ai është furxhiu. Po ku i keni mësuar këto gjëra për të cilat po flisnit? Thot sepse ne frekuentojmë në mësimet e filanit, një dietarit madh të kohës. Thot reflektoi dhe tha, kur furxhiu i Bagdadit është në këtë grad, vallë në çfarë grade që e ka dietari i saj? Thot dhe u kthy dhe një herë tjetër, andej nga kish ardhur, për të filluar dhe një herë tjetër mësimin se s'kishte mësuar gjë, arsyeja, sepse niyeti i tij kishte qenë gabim. Me niyetin e vëllezër duhet punojmë. Dhe ky qëndrimi jon këto minuta, këto çaste të përjavshme. Bëni niyet kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu, se do fitojsh domethënë lutjen deri te me lajkeve. Do bëhesh pjesë e asaj që profeti alayhis salatu sallam thot, lutem për kërkuesin e diturisë gjithçka, domethënë dhe i shtrin dhe nderojnë ato gjithçka deri te peshqit ndel. Pse mos jesh një prej tyre? A mos duhet vallë me marr rrugat me lënë shtëpinë, vatanin, familjen që më patjetër ti jesh në këto çaste që ti synon domethënë të ulesh me përkujtu Allahun xhelle xhelalu nëpërmjet përfitimit të diturisë, këto çaste për ty të shndrojnë në një kërkues të diturisë ose nxënës i diturisë të ndryshme. Ndaj bëje një jetë këtë gjë të t'japi sukses Allahu xhelle xhelalu. Në xhenet ne nuk futemi me diploma. Nuk futemi domethënë se sa ke ditë përmendsh apo se sa kapacitete ke pas. Po futemi me se çfarë kemi zbatuar. Kjo është ajo domethënë kryesorja e gjithave. Për të rikthyer tek jeta e pejgamberit alayhis salam, që kemi dy detaje shumë të rëndësishme, po themi një para profecisë dhe tjetri që është profecia. Ky i para profecisë është mosha 35 vjeçare e dërguarit Zotit alayhis salam. Në moshën 35 vjeçare ndodhi diçka, se këtu e nisëm, domethënë që ngjarjet që ne jemi aktorë në ngjarje të ndryshme, por nuk jemi krijuesit e tyre. Ai që i krijon domethënë është Allahu xhelle xhelal. Dhe në ato ngjarje që duhet jemi pjesë e tyre ose që jemi pjesë e tyre, duhet jemi faktor. Pra duhet bëhemi faktor, sepse do japim llogari për to. Në moshën 35 vjeçare në Mekë, pra kur ishte pejgamberi alayhis salam 35 vjeç në Mekë, një shi rrëmbyeshëm dëmton strukturën e Qabes. Dhe siç e dim, Qabja domethënë përgjatë historisë së saj ka pasur ndërtime dhe rindërtime të shumta. Një prej këtyre ndërtimeve ka qenë ky i kohës së pejgamberit alayhis salam, atëherë kur ishte vetëm 35 vjeç. U dëmtua struktura e Qabës, kështu që u mblodh paria kurejshite për diskutuar ndërtimin e saj. Çfarë ishte Qabja për arabët, po themi? Qabja për arabët ishte objekti i shenjtë. Ishte objekti me të cilin krenohenin dhe ishte objekti që ruanin një shenjtëri për të që ndoshta nuk e kishin edhe për fëmijët e tyre. Mirë, por ky koncepti i shenjtërisë ky ndryshon nga populli në popull. Çfarë duhet të them me këtë? Shenjtëria është ajo që shenjtëron Allahu dhe Qabën e ka shenjtëruar Allahu xhelle xhelalu, me patjetër. Por kur ti do ta shenjtërosh dikë për shembull, duke mos ditur për mbajtjen e tij ose të saj, pra diçka ose dikë, ti me kalimin e kohës humbet rrugën. Mund të ketë qenë njëri shumë i mirë në jetën e vet, dhe askush nuk dyshon për të. Por njeriu i mirë, për të cilin ne po flasim, dhe shenjtëria e tij, domethënë duke qenë se ka qenë njëri i afërt me Zotin, nuk e bën këtë të tillë që të shkojmë ta barazojmë me Zotin e gjithësisë, të lutemi atij dhe rujnë e Zot. Pra, koncepti i shenjtërisë tek njerëzit ndryshon, ndërsa koncepti fetar është ai i cili e ruan shenjtërinë e një vendi, të një personi, të një individi dhe të një gjëje. Është koncepti i fe.
Kështu që arabët është e vërtetë që kishin shejtëri për qapin, po të themi drejtën, domethënë nuk e kishin të qartë me 100%. Se të kesh shejtëri për qapin, a mund t'ja lejosh vetes domethënë që thosh unë shejtëroj qapin dhe të vendosesh në të idhuj. Janë dy gjëra të kundërta këto. Sepse shejtëria e tyre nuk buronte drejt për drejti nga feja, por buronte nga trashëgimia dhe tradita. Kështu që tradita me kalimin e kohës sfidohet. Dhe u mblodhën për të diskutuar ndërtimin e saj. Dhe gjithë secili kontriboi, dëgjoni me vëmendje, me të ardhura halal. Mi përmet drejti kush do thojë, ora je duke fol tani për njerëz idhujtar dhe me të ardhura halal. Si? Pse ju mendoni vallë se nuk e dinin se çfarë është halal dhe çfarë është harami? Ndoshta mund të kishte detaje të tjera të cilat, si për shembull ngrënia e ngorcirës. Këtë e kishin arabët dhe nuk e kishin ndaluar fare. Ose ngrënia e gomarit, mishit gomarit. Këto janë ndalesa që ka ardhur feja dhe i ka ndaluar pastaj. E shumë veprime të tjera, por po flasim domethënë tek fitimet ose fitimprurja, marrëdhëniet fitimprurse. Mendoni vallë se nuk i dinin? I dinin më? I dinin, pse domethënë don shumë fe dhe di shumë që të kuptosh se grabitja dhe plaçkitja domethënë është diçka e ndaluar? S'ka nevojë për shumë mend kjo. Të marrësh diçka që s'është e jotja, s'ka nevojë domethënë të dish se çfarë dënimi dhe ndëshkimi do të ketë. Është diçka e ndaluar. Ndaj arabët, domethënë ta mashtrosh tjetrin ti, qoftë në tregti apo në veprime të tjera. Ka nevojë për ditë shumë nga feja me kuptuar se është e ndaluar? Me gënjy tjetrin, ka nevojë shumë për ditë domethënë se është e ndaluar? Të gjëra, domethënë njeriu këto i seleksionon tek vetja e tij. Feja i zbukuron këto gjëra njeriu, sepse i jep një frikë, po i jep edhe një joshje kur bëhet fjalë domethënë për të dashur një vepër akoma më shumë. Dhe në rastin konkret e dinin se çfarë është halali dhe harami në koncept të përgjithshëm. Ndaj kontribuan sapatën me pasuri halal. Dhe arritën deri një pjesë që nuk kishin me kompletu më qapën me pasuri halal, domethënë të sigurt. Ndaj dhe profeti alayhi salatu selam i ka thënë Aishës radhiyallahu anha, nëse e keni parë me vëmendje të qapën, e lut Zotin na mundsoj gjithë së bashku të shkojmë të vizitojmë. Jo kështu vetë, gjithë së bashku. Ka gjë të pamundur për Zotin, pa shtonë. Unë e përmenda këtu një natë, një histori, pa e përmend sërish. Ndodhine atij personi shqiptar, i cili shkoi dhe bëni haxhin pa pasaport. Besoj e mbani më. S'pa them më. Atëherë më tregonte dikush që në 98-ën një person i shkon rahmetli dhe Hafiz Sabri Koçi dhe i thot një personi që punonte, pra mua ka tregu drejt për drejti personi okulari i kësaj ngjarje. Thot erdhi pasi më përshëndeti një plak i moçëm dhe i më shumë, thot desha të takoj Hafizin. Tash urdhëro se Hafizi nuk është këtu, po më thuaj për çfarë? Sepse ajo thot ishin regjistrimet e haxhit. Po desha të takoj thot për diçka që vetëm Hafizi mund të më kuptojë. I thash po më thuj mua më xhel se nuk ka problem. Tha kam pa pejgamberin alayhis salam në ëndër, i cili më ka thënë këtë vit të dua atje për haxh, nuk ka. Dhe duke qenë thë dhe i ri, thash, po më xhel se të gjithë e shohin, pa thash tha që nuk do më kuptoj shtimu. Po mirë thash të regjistrojmë, nxorri thë një pasaport nga ato të komunizmit që su thonte fare me to, ishin thjesht një mjet identifikimi për brenda vendit. I thash o xhax, po me këtë nuk u thohet. Këtë tha kam, s'kam tjetër. Nëse tha majta regjistrim aty, po nuk është ta se s'kisha çfarë të bëj ato të realisht me të. Në 98-ën edhe unë mbaj mend këtë detaj, sepse kam patur njerëz fëmijë të cilët u thunë atë vit. Nuk e di se ç'pati një problem nga Arabia Saudite, por haxhit ton kanë qëndruar disa ditë në Rinas duke pritur domethënë të vinte avioni.
Dhe nuk ka pas diçka që u quante sallë priti që të shkojë atje brenda. Atje brenda shkonte vetëm ai që kishte pasaport, kishte një gardh të jashtëm. Thotë dhe në ditë ky plaku thotë aty. Ishte vënë avioni thotë, domethënë 2-3 ditë, nuk e di konkretisht se sa. Thotë dhe kur shkuam aty brenda me urdhër të mbretit Faisal e saj kohë zotim Shirov, dhe të mbretit Fehd, m'falni. Thotë të merren domethënë haxhit e Shqipërisë, pra kush ka mjet identifikimi edhe pa vizë fare. Thotë unë duke qenë se e pasha të plakun sepse ai rrinte jashtë rrethimit. Edhe i them një policë, lutem, a mund ta marr dhatë aty? Po i ta merre. Vallahi tha e ka bë haxhin ta pa pasaportë. Dhe më qelloi thotë që ta kisha në dhomë atje. Aty thot pati edhe të tjerë, të cilët u futën dhe shkuan për në haxh, kishin ardhur për të përcjell dikë dhe shkuan. Thot kur shkuam atje, më qelloi thot në dhomë. Ajo shpreha që i themi ma ka marr shpirtin, s'm kalon me fletë gjumër, valla, thot sa të shkojshim në hotel, hal ikim qabe. O xha filoni, po tani erdhëm. Po pse çka kemi ardhur ne me fletë gjumë, hal ikim atje. Ditën e parë tha që është kthy prej haxhit vdiq. Që u kthy në Shqipëri vdiq. Pra ka gjot pa mund me për Zotin. Ose pasaporta, bileta e parë tuaja me nëse të çojnë atje. Vjet isha në haxhun. Çka që po vonohet avioni. S'po jepshim, avioni aty ishte në tokë, po çka që po vonohet. Pra po ndodh dhe një farë rrëmuje tek pjesa e haxhive tonë, siç e kemi ne domethënë. Ankesat i kemi kështu të parat, më e gjuhës. Feja jonë na mëson të justifikojmë. Kaptina jonë na mësojmë dalim i herë me kritika. Vëllezën kritika e vërtet është ajo e cila është produktive dhe ulesh me personin në fjalë. Kjo është kritika e vërtet. Ndërsa të lëshojsh akuza, kjo nuk është prej fesë, është prej shejtanit më mku. Dhe nisën disa, dhe i afrohem një shokut tim që ishte kujdestar haxhit të mërë. Çka ka ndodhur? Në vdiq një haxhi, thot. Si? Vallai, thot, i plak i vjetër nuk pata si jo. Thot, u shkëput, sepse ne ishim bërë gati për të ngjitur për në avion, u shkëput nga ato grupi vetë, po themi. Thot, vetëm kur e pam në një nga stolat e aeroportit, shëron një infarkt, kishte vdek. Pra, a ishte nga Durrësi, fëmijët e tij nuk kishin arritur akoma në Durrës, pra u kthyen dhe herë tjetër për të marrë kufomën e babës. Do thosh domethënë si nodhi. Ja pra kështu nodhi, vdiq me ihram. Çfarë nodhi? Kishte vesh ihramin aty në rrinë se vdiq. Pse të ka garantuar njeriu ty se po qen nis për të bëj vepër të mirë nuk e për të vdek? Ndaj profeti alayhi salatu wasallam nisën pra këtë kur i shitet dhe diskutuan ndërtimin e Qabës dhe se e lam kjo pjesë e ndërtimit të Qabës. Nëse keni pa, pra Qabja është katrore, po në realitet nuk është katrore. Ju e keni vënë re që ka një pjesë të Qabës që është ngritur muri në formë harku, ajo që quhet ndryshe Hijr Ismail, formë harku, dhe rreth 1 metër ose 1 metër e pak është ajo mbi tokë. Dhe ajo është pjesë e Qabës, që pejgamberi alayhis salam i ka thënë Aishës, o Aishë, sikur populli yt të mos ishin fillestar në çështjet e fesë, do ta kisha prish Qabën dhe ta ndërtoja në themelet e Ismailit dhe të Ibrahimit, sepse ato janë themelet e Qabës. Dhe nëse e shihni aty, domethënë ka njerëz vazhdimisht që mbajnë radhën për të futur me u fal. Kurse ka ndonjë vlerë të veçantë, me thonë drejtën, po. Ajo dëshira e njerëzve. Pra nuk di se ka ndonjë vlerë të veçantë se më u fal në brendësi të Qabës. Nuk di, them drejtën. Dhe kur e ndërtuan Qabën, pra, e ndërtuan me para halal dhe kjo pjesa këtu, pra, pse e lan, jo për të ndryshuar vëllezër, por e lan atë pjesën aty sepse s'kishin më para halal. Nuk ka nevojë Zoti për investimin tënd dhe timin, nuk ka nevojë për parat e mia dhe tuaja. Ne kemi nevojë për Allahun. Ne kemi nevojë për mëshirën e Allahut, për shpërblimin e Allahut. Jo Zoti. Pse ti mendon domethënë se parat tuaja do ta bëjnë diçka?
Dhe erdhi çasti me vendos gurin e zi. Guri i zi, pra siç e dim, është një gur i ardhur nga xheneti. Sot i thon guri i zi sepse ngjyra e tij është e zezë, ndërsa pejgamberi alayhis salam na ka njoftuar se ai ka qenë i bardhë, madje me një bardhësi të theksuar, se vjen prej xhenetit. Mirë po, mos përshtatja kur i thon me dynjallikun, e bëri domethënë me kalu në një fazë tjetër. Guri i zi ka qenë një copë, që është e vërteta. Sot, për atë që mund të futet në internet me pa, e shef që guri i zi është i coptuar. Pra nuk është një gur i vetëm, por është disa copëza guri. Dhe arsyeja pse është disa copëza guri, sepse në vitet 300 të hijretit, 300-320 të hijretit, në Bahrein, në ishullin e Bahreinit, ose shtetin e Bahreinit sot, në u ndërtu një perandori që quhenin Karamita. Karamita, që është vërtetë, nuk ishin musliman fare, po ishin në vesh islamit. Pra ishin asimilu në islam ashtu si çdo ishin ata. Dhe në u ngritën në revolt kundra shtetit, ajsa në atë vit, në haxhillikun e atë viti, sulmun Qaben, vran haxhit, morën gurin e zi, e thyn, dhe thuhet, ose të paktën ke Imam Dhehebiu kam lexuar, thuhet se e coptuan në 20 copa të mëdha, domethënë të mëdha në krahasim me gurin që u thy. Pra, se mos mendoni se guri i zi nuk është se ka qenë i shkom aty, se i cop gur ka qenë, e kupton? Dhe e ndan thot në 20 vilajetet e tyre, në 20 provincat që ato sundonin, dhe e vendosën domethënë në hyrje të çdo province në shejtërimi, madhërimi domethënë, pra e bën këtë për ta shejtëruar, për t'i pruar marrësi, kurse se e bën po ashtu ishte koncepti i tyre. Dhe mas 20 viteve përballje arritën muslimanët dhe një herë tjetër me rikthy gurin e zi, pra ka qenë qapje 20 vjet ka qenë pa gur zi. Pas 20 viteve, 20 e kusur viteve madje, arritën ta rimarrin gurin e zi dhe sot është i vendosur një pllak bakri, pra është i ngjit në atë pllakën e bakrit dhe pjesë të gurit të zi thuhet që kanë xhamit ndryshme të botës, pjesë vogla të gurit zi. Ndërsa pjesa më e madhe e gurit zi është aty ku është në Qabe. Dhe ndodhi një problem, domethënë ose një mosmarrveshje midis fisëve të ndryshme, se kush do e kishte nderin me vu gurin e zi në vendin e vet. Këtu duket domethënë se çfarë koncepti kishin për shejtërinë e Qabes këta njerëz. Ndaj dhe them që shejtëria duhet burojë nga feja. Shejtëria duhet burojë nga feja, jo nga tradita, se traditën e skualifikon koha dhe e sfidon ato, me patjetër. Desh, domethënë, u grindën aq sa desh përfundua në gjendje lufte. Aq shumë domethënë u acarua situata midis tyre. Derisa foli njëri prej tyre dhe tha, "Ore, është i zgjedh ky muhabet. Pse mos t'ia lejmë gjykimin njeriu të parë që do të shihet duke hyrë në Qabe?" Dhe ranë dakord që të gjithë që gjykimi të jetë për njeriu e parë. Pra kush do qoftë ai do e gjykojë këtë çështje. Kaderi i Allahut, saktimi i Allahut ishte që njeriu i parë që do të hynte në Qabe ishte pejgamberi alayhis salam, të cilin e thrisnin El Emin, ose besniku. Ishte njeri i besës, ishte njeri i amanetit. Dhe ja parashtruan atij problemin e tyre, problemin që kishin me njëri tjetrin. Thot pejgamberi alayhis salam propozoi, pra zgjedhja për të ishte të sillej një, sot po themi një çarçaf, një copë, një pëlhur, dhe të vendoset guri i zi në të, dhe se i cili prijes i çdo fisi, nga një prijes për fis, të kapi një qoshe të këtij gurit zi, të pëlhurës, dhe konsiderohet që të gjithë domethënë po e ngrejnë gurin e zi dhe po e vendosin në vend, dhe ai i cili e vendosin në vendin e tij gurin e zi ishte vetë pejgamberi alayhis salam. Pra ai e vendosi me dorën e vet gurin e zi aty. Dhe nga kjo ditë, domethënë,
reputacioni i tij sa erdhi dhe u shtua në Mekë, sepse i dhënë një prioritet jashtëzakonisht të madh. Pra këtë ja dha Allahu xhel xelalu që e çojnë ato çaste aty, se kush ishte ai i cili ta çon Zotit mirë në kedera. Është një shprehje që kam dëgjuar domethënë nga njerëz edhe me shaka, po nuk duhet me i bë këtë shaka. Dikush të vjen për një hall, për një nevojë të tij. Dhe ti që në kontekstin e shakas, ndoshta i çik me mërziti, ku ta di unë gjëra të kësaj natyre, një çast po mirë, a gjithë ke unë do të vinë? Kush je ti me ta gjithë këty? Gjithë shkojnë ke Zoti. Asnjë nuk vjen ke ty. Ty të ka nderuar Allahu që ta ka çuar dikë aty tek dera. Mos e shpërdoro mundësinë që të ka dërguar Allahu me fitu sevapin. Thuaj faleminderit o Zot. Faleminderit o Zot. Mos i thuaj tjetrit nuk kam mundësi. Të paktën shfrytëzoj ose ezauroj mundësitë të cilat ti ke. Pasi ti përfundosh këto mundësi, mund të kalosh domethënë tek pjesa që thosh Allahut një moft. Jo të jetë kjo e para. Këtë kuptojmë ne nga e gjitha kjo. Pra Zoti me madhnitë vet e dërgoi pejgamberin alayhis salam për ta bërë këtë vepër të mirë. Ndaj don të shohësh se çfarë pozite ke tek Zoti, shif me çfarë të angazhon. Me çfarë angazhohesh në jetë. Vim tek pjesa e dytë, që është edhe më e rëndësishme, dhe nga këtu domethënë fillon ajo që quhet ndryshe historia e Islamit. Deri këtu ishim me lindjen e pejgamberit alayhis salam, rritjen e tij. Tani fillojmë, pra deri këtu kemi parë profetin alayhis salam para profecisë. Një person i cili nuk i ka adhuruar kurrë idhujt, një person i cili nuk është shënuar kurrë për të gënjeshtër, një person i cili nuk ka njohur në historinë e tij domethënë mashtrim, nuk ka njohur në historinë e tij paullësi nga më të ndryshmet, çfarë duash ti. Tashmë vjen personi i zgjedhur prej Allahut për të përcjellë mesazhin e tij. Pas 35 viteve, ose pas i kaloi të 35-tat, pejgamberi alayhis salam thamë që pejgamberi merrej me tregti. Kjo ishte dhe arsyeja që u martua me zonën e nderuar Khadijën radhiyallahu anha dhe e ka vazhduar, domethënë, në jetën e tij e ka vazhduar tregtin. Mirë po, vitet e fundit të profecisë përpara se më i bë 40 vjeç, vitet e fundit, filloi që pejgamberit alayhis salam t'i pëlqente veçimi nga njerëzit. Pra, në çfarë aspekt veçimit? Mos përzihej shumë me njerëzit. Po ne jemi njerëz. Pra jetojmë dot pa njerëz, nuk jetojmë dot. Profeti alayhis salam e kaploi domethënë një gjendje që dëshironte vetminë. Ndërkohë që në fjalët e tij, sepse kjo është një lloj tjetër vetmie, është një lloj tjetër vetmie, është vetmie që përgatit për profeci. Ndërsa në fjalët e profetit alayhis salam gjejmë që vetmia është e papëlqyer, pra të vetmohesh. Është e papëlqyer. Nuk ka murgëri në Islam. Nuk ka në Islam domethënë. Ndaj dhe thotë që njeriu më i mirë është ai i cili jeton me njerëzit, duron të keqen që kanë njerëzit ose që shkaktojnë njerëzit. E duron këtë të keqe. Ky është njeriu më i mirë. Pra jeton me ta dhe duron, patjetër. Ky është njeriu më i sfikatur dhe njeriu më i veçuar. Ndërsa kjo lloj veçimi ose vetmie e dërguarit Zotit është një domosdoshmëri e reflektimit. Gjithë na ndodh domethënë për një arsye apo për një tjetër, për hallat ndryshme që mund të kesh në jetë apo për problematika të ndryshme, ti s'ke qejf domethënë me pa njëri, do në një herë me veten tënde. Nuk është gabim të rish me veten tënde. Gabim është që ta zgjedhësh që kjo të jetë metoda jote në jetë. Ta zgjedhësh që kjo të jetë metoda e jetës tënde. Por nuk është gabim domethënë që ti vetmohesh për të reflektuar. Ndaj profeti alayhis salam nisi të vetmohej, jo vetëm të vetmohej, por të largohej nga qyteti dhe vendbanimi i Mekës drejt një shpellë që quhet shpella Hira. Shpella Hira është një shpellë në lindje të Mekës,
në malin Nur ose në malin e Islamit, e quajnë ndryshe atë mal, sepse nga këtu ka nisë shpallje, pra. Lartësia është një kodrinë është, rreth 610 metra e lartë, për lartësia e shpellës deri aty ku është shpella është diku ke 610 metra e lartë. Dhe nis te pejgamberi nga aty edhe sot, pra për atë që shkon sot, shihet Qabja. Pra nga larg, nuk është shumë larg me Qabën via ajrore, shihet Qabja. Shihet pastër, domethënë. Dhe pejgamberi alayhis salam shkonte në këtë vend, siç e kanë quajtur ndryshe yatahannath aw yata'abbad. Pra në kërkim të adhurimit. Se po donte me pa Qabën e shifte aty, shifte nga afër. Ndërsa aty shkonte për një lloj reflektimi. Dhe ka ndodhur kjo për kohë gjata, madje siç është përshkruar që mund të zjaste qëndrimi i pejgamberit aty edhe ditë me radhë, pra merrte me vete ushqim për të qëndruar disa ditë me radhë. Ktu del në pa, domethënë, edhe fisnikëria e gruas të tij ose zonjës së nderuar Khadixhes, e cila domethënë nuk reagonte keq ndaj bashortit të saj, se e dinte çfarë kishte, e dinte se kush ishte. Tu dilte më pa edhe veprimi i kësaj zonje. Pra, përderisa e shifte që bashkëshorti i saj qetësohet në këtë formë, leje, pra do të jetë një periudhë që do të kalojë. Dhe këto çrregullimet që mund të kemi ne në jetën tonë familjare, çifti ose burri dhe gruaja duhet ta mirëkuptojnë njëri tjetrin. Kur e shef se një lloj qetësie e gjen mashkulli ose femra, domethënë në këtë formë, leje që të reflektoj. Derisa vjen çasti i ndodhisë madhe. Dhe pejgamberi alayhis salam na përshkruan takimin e tij të parë me Xhibrilin alayhis salam. Xhibrili ose meleku më i madh në mesin e mbar me lajkeve. Me lajket janë krijesa prej drite, prej nuri, jo prej drite, po prej nuri. Nuk e dim, domethënë sot çfarë ato janë. Se dhe ne jemi krijesa që fillimin e kemi prej dhehut ose elementeve tokë. Po sot nuk është se jemi tokë, sot jemi mish. Dhe shejtani ose xhindët janë krijuar prej zjarrit, prej flakës. Po sot nuk janë flakë. Pra janë diçka tjetër që e din vetëm Allahu xhel xelalu se çfarë janë në realitet. Çfarë janë me lajket? E din vetëm Allahu. Krijimi i tyre është prej nurit. Më i madhi i tyre është Xhibrili alayhis salam. Pra në pozicion, ai që quhet ndryshe ambasadori me lajkeve, sepse të gjitha shpalljet i ka sjell Xhibrili alayhis salam. Ndaj dhe e bën domethënë melekun më sfikatur. Ndërsa profeti flet se e ka parë atë Xhibrilin 2 herë në formën e tij të vërtetë. Pra kjo është ajo që më shtyn të them që nuk dihet forma e atyre sot. Thotë kam parë atë Xhibrilin i ulur mbi një karrike dhe gjithë bota para tij me 600 palë krah, me 600 flatra. Domethënë krijesa e nurit ose krijesa e dritës. Vjen thot aty Xhibrili alayhis salam. Dhe çfarë i thot? Çohë mos legjum. Iqra. Kjo është shprehje që thot vazhdimisht, e vërtet. Dhe i thot Xhibrili alayhis salam, pejgamberit alayhis salatu wassalam, i thot Iqra, lezo. Thot ma ana biqari. Nuk di të lexoj. Fa akhadhani fa ghattani. Më mori dhe më mbështolli, më shtrëngoi fort, ai sa ndjeva sikur brinjët hu futën tek njëra tjetra, imagjinoni domethënë. Por më pas thot më lëshoi dhe tha, Iqra, lexo. Thash nuk di të lexoj. Thot më mori thot për dytën herë dhe më shtrëngoi aq fort sa ndjeva domethënë diçka të tillë. Tha lexo, nuk di të lexoj. Më mori herën e tretë dhe pasi më shtrëngoi akoma më fort nga dy të parat, tha Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam.
Këto janë 5 ajetet tek shumica e komentatorëve të Kuranit, këto janë 5 ajetet e para të cilat i janë zbritur pejgamberit alayhi salatu wasalam. Lexon në emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi ty, e deri në fund tyre. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, domethënë u tmerru, domethënë u terrorizu nga diçka e tillë, shkova me të shpejt në shtëpi. Dhe i them bashortës time, zemmilumni, mbulomni, pra e kapën e ethet, mbulomni. Thot dhe më mbulonte ajo Khadijja, ndërkohë që ethet sa vinin dhe shtohenin. Dhe pasi u qetësova pak, më pyet dhe më thot, çfarë të ka ndodhur? Dhe i tregova gjithçka më kishte ngjar. Dhe shikoni tani, zonja e zgjuar, e cila kërkon të gjejë zgjidhje për bashkëshortin e saj. Kishte qenë sot shumica e grave sot që thonë, o çmend burri, ta çojmë ke pesa atje në ruina sot. Ndërsa zonja e nderuar më një herë kërkoi të gjejë zgjidhje. Më një herë kërkoi të gjejë zgjidhje. Tha e shef, e shoh. Bëri ato domethënë që dinte dhe bëri të drejtën, saktën. Thot zbuloi pjesë të trupit saj. Po tani tha e shef, nuk e shoh. Sepse ta dini vëllezër dhe miq se me lajket nuk rrin aty ku ka rob laguriq. Si ka kriju Allahu me turp. I ka kriju Allahu me turp. Pra do me ditë, domethënë, ka arsye më të fortë për shumë vende ku ti mund shkosh ti frekuentojsh që nuk duhet me shku, nuk po them unë në kontekstin halal haram, nuk po flas në atë çështje. Vetëm kaq diskuto. Arrin as rrin me lajket. Aty ku s'rrin me lajket, shpejt e shpejt. Mbanjë shpejt e shpejt. Mos rrin me pa filma se nuk ka për të reflektuar aty. Për të kryer nevojë fiziologjike në shpejt e shpejt. Për të bëjë dush edhe shpejt e shpejt. Ku nuk rrin me lajket, mos rrin. Mos rrin më Allah. Atëherë do të le të shkojmë tek djali i xhajës tim. Djali i xhajës saj ose i afërmi i saj. Se Waraka ibn Nawfal nuk e dim historikisht me fiks se çfarë është për Khadijën radhiyallahu anha, por është i afërmi i saj. Dhe e kam përmendur dhe më parë që Waraka ibn Nawfal ka qenë një ndër besimtarët e pak që kishte Mekka ose muahidinët, njësuesit, një ndër të paktët. Dhe ishte një ndër të knushmit ose ndër të diturit e Mekës. Dhe pasi shkon në shoqërinë e bashortës tij dhe i tregon Waraka ibn Nawfal gjithçka i ka ngjarë, Waraka ibn Nawfal i thot: "Hadha an-namusu alladhi", ky domethënë që të ka ardhur ty, është i njëjti lajmëtar që i ka ardhur më parë dhe profetit Musa. Edhe Isait, po Musa, domethënë Musa në rastin konkret. Dhe sikur të isha gjallë kur populli të dëboj prej Mekës, do të dilja ndihmë. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja am o xhaxhat, ishte i vjetër Waraka ibn Nawfal. Aw mukhrijiyhum, a do të më përzon, do të më dëbojnë ata mua prej këtu? Çdo profet që ka ardhur me misionin me cilin ti ke ardhur, e ka patur fundin e tillë, që është dëbuar nga populli i tij. Arsyet në rumit e mi. Sepse Zoti me madhnitë vet zgjedh të dashurit e tij për t'i sprovuar, por për t'i treguar se i dashuri i vërtet për ta është vetëm Zoti. Dhe nuk duhet ketë mbështetje për ta vetëm se Allahu xhelle xhelalu. Dhe nga ky çast fillon profecia e dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam. Por se çfarë ngjau nga ky çast dhe se si vijun ngjarjet, këtë do t'ja lejmë inshallah herës së ardhshme, se Allahu do të na japi ymër. Lutemi ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na pajisë Zot në moral të lartë të Hazretit Muhammedit alayhi salatu wasalam, na bëj për i thtarëve të tij në këtë dynja, na bëj për i thtarëve të tij në ahiret. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.